Një mozaik i ri shtohet Durrësit, i cili sjell në kohët moderne historitë e dyrahut antik dhe një traditë e hershme të ardhur deri në ditët tona, atë të prodhimit të verës. Mozaiku Baliska kujtesa që zgjon tokën u prezantua ditën e sotme në sheshin Azem Hajdari, gjatë një ceremonie ku merrnin pjesë aktivistë të shoqërisë civile, qytetarë, nxënës shkollash e të tjerë. Ai dedikohet Baliskës, verës ilire shumë e preferuar në kohën antike. Vepra realizuar nga artisti Ivo Moja sjell historinë e dashurisë së Dionës nga Dyrahu dhe ushtarit roman Titius, si dhe kujtimet që këtij të fundit i përcjell ëmbëlsia e verës Baliska. U zgjoll vera e Baliskës për thjesht faktin që është një rrush autokton, i cili u zbulua në një farë mënyrë edhe nga romakët, të cilët e vlerësuan aq shumë shijen e tij saqë e bën eksportin në Itali dhe në Spanjë. Dhe akoma dhe sot bën studime për këtë lloj rrushi që është autokton i Durrësit dhe i Shqipërisë. Gjatë këtyre 3 ditëve që jam marrë me pjesën e montimit, kam dhënë një interes të këndshëm nga qytetarë të thjeshtë, plus dhe kolegë mi që kanë ardhur dhe kanë parë. Dhe pyetja më interesante ka qenë, ose më kurioze nga të gjithë kalimtarët, ka qenë çfarë është Baliska. Projekti Heritage is our brand, Trashëginia na dallon, është financuar nga Bashkimi Evropian dhe qëllimi i tij është që përmes historive të treguara të bëjë më të prekshme për brezin e ri trashëgiminë kulturore. Qëllimi i kësaj është storytelling, nëse mund ta them në anglisht, në shqip është tregimtaria. Pra, të sjellim në një mënyrë pak më moderne historitë tona të lashtësisë, sepse vetëm kështu mund të përthiten pak më lehtë nga brezi i ri. Mozaiku Baliska kujtesa që zgjon tokën, i shtohet listës së mozaikëve që dikur i gjej kudo në Dyrahun antik. Inaugurimi i tij gjatë ditës së sotme përkon me mbylljen e javës së Evropës.